Gjatë javës së kaluar në gjykatën themelore në Prishtinë u dhanë dëshmitë në lidhje me sulmin terrorist që kishte ndodhur në Banjë të Zveçanit në vitin 2023. Para trupit gjykues kanë dhënë dëshmi disa nga zyrtarët policorë të Policisë së Kosovës që kishin qenë pjesë e aksionit. Gjatë dëshmisë së tyre, ata treguan edhe për momentin heroik të rënies së rështerit Afrim Bunjaku. Shpërthim shumë i madh, pothuajse në mesin tonë nuk e kem ditë se ka ardhur. Vetëm e di se kur e kam kthy kokën nënën e maj, kam pas zjan edhe timësi. Edhe kam pa vetën që jam i godit. Nanën, disa hapa nanën e djathtë, aty afër një kamionete ka qenë në rrugë, më njëherë ka ndodhur një shpërthim tjetër. Pavanuar shumë çështje sekonde, kam filluar gjujtjet, më armë zjarr. Kur kam filluar gjujtjet, aty kem pa që ka gjujtje nga i tërë fshati, nga 10 pozicione ka pas gjujtje me kalibra ose me armë të ndryshme. Në ato momente kem filluar me kthy zjarrin. Pastaj kem lokalizuar nga po vinë gjujtjet. Në anën e majt time kam vorejt që tashmë rështeri Afrim Bunjaku kam mbetur i shtrirë në shtëpinë dhe i gjakosur nga qafa dhe fytyra dhe i palëvizshëm. Kam vërejtur se nga i detonim njëri nga pjesëtarët tonë, që në fakt ishte Afrim Bunjaku, ishte i shtrirë për tokë dhe ishte i mbuluar pothuajse në gjak, sepse detonimet që kishin bërë nga grupi tashmë terrorist mund ta quhet, ai ishte plagosur në fyt dhe kishte gjakderdhje të madhe. Unë ju afrova afër, ishte pamundur që të bëja një ndalje gjakderdhjes apo të jepja një ndihmë, sepse në drejtimin tonë ishin gjujtjet të parreshta, të kalibrave të ndryshme. Kam tërhekur Afrimin pak nga vija e zjarrit, por jo edhe shumë, dhe kam filluar të shti në drejtim të pozicioneve të tyre. E nderuara gjykatë, unë si zyrtar policor jam shumë i lënduar, shpirtnesht, normal, edhe me humbjen e heroit kontor, tash heroit rështerit Afrim Bunjaku. Ka pas shtëna armësh në drejtim tonin në formë të honës. Kur thëmë formë të honës, kraj djathtë, nga shkolla, e kraj mojt në deri te hoteli, atje ku është tash posta Kosovës. Në momentin kur e na sulmue, unë si që thash e ku morë vetën, si gjenerato atë mesme për jeto provoje, lufte, sakrificat, pak na kam bo ma të fort, ma të fuqesh. Edhe ku më fillu me mbrojt vetën, edhe kolegët e mi duke shti në drejtim këtë ras terrorizm. Mirë po, e shumë të pabarabartë. Se në numër, ashtu dhe në armatim. Toyota e 118 ka qenë shumë ofër. Kolegu Mirsadi ka orë te orë. Do mu ku im kom në një pozicionu. Nga thonë kolegë e kam plagos rashtere. Ne veç e pa shumë, s'ke shotë të qka, ne e pa shumë tonë, se e ke shumë ofër. Po me afru ndime shë pa mënshme. Dhe nga i detonim, atë që fuqishëm më duket se jam ngritur nga toka. Dhe normal na ka humbë balansimi. Ne jemi kanë të kujdesshëm, edhe në atë gjendje të rëndë, jemi munduar që ta menaxhojmë situatën. Prandaj në fund desha të them lavdi e përjetshme rështerit Afrim Bunjaku, tani më heroi i Kosovës. Në momentin që kena arrit me largu rështerin, është shfrytzu situata dhe jënë afru kanë gjuhë granatën e dorës, dyshoj granatën e dorës, dhe pa u ndërprej zhurma e detonimit kanë fillu të shtëna nga vendet e ndryshme të fshatit Bojsk. 30 sekunda u gjujtje. Kam kaluar te kamioni i dytë mrapa, që ishte domuna i ka qenë ma për mas se kuj pari, dhe ato e kom vrejt dikun rreth 1 metër e gjys ka qenë një koleg i shtrirë. E kam thirë polic, koleg, por nuk është përgjigj, s'ka lëviz, atëherë jam afru shumë shpejt, e ka pas dorën e majt, kështu ka qenë një krysur, e kom kop dorën atëherë e kom vrejt që është rështeri, e kom vendos dorën e djathtë në qafë për njëherë, me shqu se ako puls, por për shkak gjujtje, krizma, nuk ka mujt me kuptu. Të shtënat kanë ardhur, po thuaj se ma shumë se 20 vendeve. Nga shte me mendu se ka qenë një grup mirë i organizum dhe shumë mirë i pajisur me armatim. Gjë që në ka bo me kuptu se ky grup terrorist është mbështetur nga struktura shtetërore dhe i ushtruar nga grupet para ushtarake të Serbisë.